juristët kanë dorëzuar në KQZ, edhe një kërkesë për cilën mund t'japin detaje më të detajuar juristi Jon Frans Nuri. Faleminderit. Atëherë për t'ju shpjeguar ndoshta shkresat e fundit që kemi depozituar në KQZ, bëhet fjalë për problematikën që sapo përmendi dhe zonja Topalli lidhur me emrat e dubluar në lista. Është një problematik që ne kemi evidentuar disa emra që mund të jetë mbi 100, 137 për të qenë saktë ishte numri që ne patëm mundësinë të identifikojmë para 2 javësh dhe po bëjnë disa ditë që nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Se ç'bëhet me këto emra të dubluar. Që do të thotë emri është i regjistruar në platformën PER dhe supozohet i ketë shkuar vota në diasporë dhe njëkohësisht emri i personit figuron në listat e zgjedhësve në Shqipëri. Duhet që ato emra të pastrohen. Duhet kishte ndodhur tashmë kjo gjë, ne nuk kemi marrë përgjigje zyrtare, presim që këto lista zgjedhore të pastrohen totalisht nga emrat e dubluara në mënyrë mos ketë asnjë individ mundësi që të ketë votuar në diasporë dhe të vi edhe 11 maj apo as të shkojnë në mend që të votoj 2 herë, sepse do ndryshe do të ishte krim zgjedhor. Presim një përgjigje zyrtare nga KQZ për këtë sa më shpejt. Kërkesa e dytë që kemi bërë është se kemi ardhur në dieni të disa rrethanave që kanë të bëjnë me dorëzim zarfash nga individ, nga qytetar me votë kanë shkuar në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund ta kenë depozituar në protokoll votën, ose kanë tentuar të depozitojnë protokoll, ose mund ta kenë sjell jashtë kanalit zyrtar nëpërmjet postës ndërkombëtare DHL, siç është dhe rregulli. Kemi bërë një kërkesë urgjente për marrë informacion qysh dje, ende në këtë moment nuk kemi informacion nëse sa është rastet që kanë ndodhur, nga cilat shtete kanë ardhur këto zarfa që mund të jenë dorëzuar, mund të kenë ardhur dorazi apo me rrugë të tjera komunikimesh, dhe data e mbritjes tyre. Këtë kërkesë po e përsërisim këtu publikisht dhe kërkojmë urgjentisht nga KQZ-ja të na vënë dispozicion informacion e plot për këto shqetësime që ne kemi. Këto nuk janë thjesht shkelje ligjore, në fakt këto hynë në një kapitull tjetër që është shumë i rrezikshëm, që hynë në kapitullin e manipulimit, por unë duhet të përqendrohem përsëri te Greqia dhe do e mbyll duke i bërë edhe një herë thirrje Odirit dhe OSBE-s që në kushtet ekstraligjore të menaxhimit të procesit zgjedhor ose më mirë të daljes jashtë kontrollit të procesit zgjedhor në Greqi, monitorimi ndërkombëtar është një urgjencë dhe është imperative për një proces zgjedhor që do të ishte normal. Faleminderit. Kam 2 pyetje. Pyetja e parë, 137 emra të dubluar janë në disa qarqe apo vetëm në një qark, cilët e denoncoi zoti Nuri? Po, janë në disa qarqe për momentin dhe ne mendojmë se mund të jetë dhe një numër më i lartë se kaq. Dhe prandaj kur kemi depozituar kërkesën, ka qenë dhe pyetje. A ka pasur numër? Pra sa është numri i saktë? Sepse kaq kishim arritur ne të identifikonim deri përpara 15 ditësh afërsisht. Dhe ende nuk kemi një përgjigje zyrtare nga KQZ lidhur me këtë problematikë. Problematika që hasen në shtetin grek, hasen edhe në shtetet të tjera apo këtu janë më të mëdha këto problematika dhe do të kërkoni ju ndoshta pavlefshmërinë e këtij procesi në këtë shtet? Jo, ajo që po ndodh në Greqi është rast i veçuar. Jo se s'ka pas problematika, shkelje edhe në vendet të tjera, për shembull edhe në Italinë e Jugut nga Roma, por ka pas raste të tilla verifikimit të shkeljeve, apo edhe përpjekjeve për të korruptuar postierët. Por ajo që po ndodh në Greqi është një kapitull totalisht i një krimi zgjedhor dhe një manipulimi thellësisht politik që po ndodh të votës në Greqi. Domethënë, shkurja për të tërhequr pa identifikim, për të marrë zarfin apo për të dorëzuar zarfin dhe jo një zarf, po disa zarfe, faktikisht e bën të pavlefshme votën që është marrë në mënyrë ekstraligjore. Pra, çdo rast që është ekstraligjor është një krim zgjedhor dhe është një manipulim i procesit aty. Dhe në fakt nuk është dita e parë që flasim për një gjë të tillë. Gjatë gjithë kësaj jave, po thuj në mënyrë të përditshme, kemi dalë për të tërhequr vëmendjen për t'i bërë thirrje KQZ-s që t'i kërkojnë llogari DHL-s, po meqense DHL-ja ka 9 kontraktorë aty, ato kanë dalë jashtë kontrollit dhe ne kemi dyshime të thella që po kontrollohet
nga njerëz të pushtetit. Sepse gjithë procesi është dezintegruar në fakt, dhe është një cënim i rënd i integritetit zgjedhor në shtetin grek deri këtu për sot. Ndaj dhe i kërkojmë organeve ligjzbatuese përfshis pakun që të fokusohet te rasti i Greqisë, sepse është rasti gati i pabesueshëm i daljes jashtë kontrollit të procesit, i daljes jashtë standardeve ligjore dhe i marrjes së menaxhimit asaj që do ishte DHL-ja nga njerëz që nuk kanë lidhje me DHL-n. Edhe i shkeljes të çdo protokolli përveç se kodit zgjedhor. Prandaj përsëris nuk është thjesht shkelje e ligjit, por është një proces i dalë jashtë kontrollit. Prandaj kërkojmë Allahu Sebein edhe Odirin, sepse vëzhgimi ndërkombëtar në këtë rast është urgjent dhe i domosdoshëm. Faleminderit ju.